si mund të ketë falje nga ana e viktimës, kur agresori jo vetëm që nuk kërkon falje, por zotohet ta përsërisë krimin në rastin më të parë që do të jetë. Serbia nuk është shëruar prej, le ta quajmë, kompleksit Kosovës, që ka shuar atë disa gjenocide t'i shkaktoi në shekullin 20 dhe në fund shekullin 19, jo vetëm në tokën tonë, por edhe në vendet e tjera të Ballkanit. Serbia është shteti më i armatosur në rajonin tonë, aleati më i ngushtë i Rusisë, që Kosovën e quan sepse e don pjesë të territorit të saj shtetëror, që mban baza të përparme ofenzive të ushtrisë dhe gjendarmerisë pranë kufirit në vendin tonë Kosovën, që ndërmerr sulme terroriste, luftë kinetike, sabotime të ndryshme, teksa strukturat paralele ilegale në territorin e Kosovës përgjithsisht ja kemi mbyllur ose shporur. Ne kemi detyrë të kujtojmë, ne nuk mund të harrojmë as luftën shkrimtare në përgjithësi, as viktimat civile, e posaçërisht nuk mund të harrojmë epopejën e UÇK-s, pikërisht për të mos u kthyer në kaluar. Duke mos harruar, ne kemi të ardhme të sigurt e të ndryshme. E sidomos tani, duhet të marrim shembull nga lufta jonë shkrimtare, sepse horizonti i së ardhmes po erësohet nga rreth e zeza të luftës që po zhvillohet në Ukrainë. Fatkeqësisht, luftrat nuk i takojnë vetëm së kaluarës, dhe ato janë rikthyer në këtë shekull në kontinentin evropian. Në kohën kur shtetet e kontinentit tonë po investojnë më shumë në pajisje dhe përgatitje ushtarake, edhe ne në Kosovë, që luftën e përjetuam e mbijetuam në të shkuarën e afërt dhe që rrezikun e një agresioni të hapur ushtarak e kemi jo larg kufive tonë, po punojmë për pajisjen e Forcës Sigurisë Kosovës me armatim modern dhe për stërvitjen e saj sipas artit bashkohor ushtarak. Në 4 vitet e fundit, ne kemi përmbushur standardin, kuotën e kërkesën e NATO-s për dedikimin e së paku 2% të brutoproduktit vendor për mbrojtjen. Kemi investuar 390 milion euro për armatim bashkohor, siç janë dronët luftarak nga Turqia, Bayraktar, sistemet kundër tankeve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Javelin. Kemi shtuar rekrutimin dhe trajnimin e ushtarakëve brenda dhe jashtë vendit, e Forca e Sigurisë Kosovës ka marrë pjesë në 12 ushtrime ndërkombëtare dhe njësitë e saj janë validuar për operacione konvencionale dhe operacione paqëruese e të tjera. Mbi të gjitha, FSK-ja dhe forcat e tjera të sigurisë në trendin në Kosovë kanë moral dhe motivim të lartë shpirtëror për të kryer detyrat e tyre, sepse ato marrin frymëzim të pashtershëm nga shembulli i luftës çlirimtare të drejtë e vetmohuese të UÇK-s. Përgatitja jonë për një të ardhme të sigurt, rënia heroike e Adem Jasharit dhe flijimi i 58 familjarëve të dyja gjinive, prej Blerinës 7 vjeçare e deri te Bas Shabani 74 vjeçar, ishte si një shok elektrizues që përshkoi të gjitha qelizat e trupit të popullit shqiptar. Përkundër efektit terrorizues që synonte Serbia, rezultati ishte mobilizimi masiv dhe i menjëhershëm i shqiptarëve në radhët e ushtrisë shqiptare, që deri atëherë nuk njihej mjaftueshëm, por që prej atëherë emri Adem Jasharit dhe ai i ushtrisë shqiptare të Kosovës u bë i njohur për të gjithë dhe sinonim të njëri tjetrit. Për të gjithë brenda vendit e po ashtu edhe në rajonin kombëtar. Adem Jashari kryekomandant i UÇK-s dhe UÇK-ja e komandantit legjendar Adem Jashari. Të tillë pra të pashkëputur nga njëri tjetri do të mbeten pa jetë. Prandaj ne sonte si për çdo vit e kujtojmë epopejën e UÇK-s bashkërisht me flijimin në luftë të burrave, grave, fëmijëve të familjes Jashari.
Përmes përmendjes së dëshmorëve të kësaj familje, ne kujtojmë e nderojmë të rënët për liri anën banë Kosovës, ne kujtojmë e nderojmë të gjithë luftëtarët, por edhe viktimat civile të gjenocidit serbisë. Ndonjëherë na thuhet të mos shikojmë pas, por vetëm përpara, drejt sarmës së përbashkët pajtim. Mirë po, si mund të ketë pajtim pa pranim të fajit, si mund të ketë falje nga ana e viktimës, kur agresori jo vetëm që nuk kërkon falje, por zotohet ta përsëris krimin në rastin më të parë që do të jepet. Rënja heroike e Adem Jasharit dhe flijimi 58 familjarëve të dyja gjinive, prej Blerinës 7 vjeçare e drejt Abbas Shabani 74 vjeçar, ishte si një shok elektrizues që përshkoi të gjitha qelizat e trupit të popullit shqiptar. Përkundër efektit terrorizues që synonte Serbia, rezultati ishte mobilizimi masiv dhe menjëhershëm i shqiptarëve në radhët e ushtrisë shqiptare, që deri atëherë nuk njihej mjaftueshëm, por që prej atëherë emri Adem Jasharit dhe ai i ushtrisë shqiptare të Kosovës u bë i njohur për të gjithë dhe sinonim të njëri tjetrit. Për të gjithë brenda vendit e po ashtu edhe në rrjetin kombëtar. Adem Jashari kryekomandant i UÇK-s dhe UÇK-ja e komandantit legjendar Adem Jashari. Të tillë pra të pashkëputur nga njëri tjetri do të mbeten për jetë. Prandaj ne sonte si për çdo vit e kujtojmë epopenë e UÇK-s bashkërisht me flijimin në luftë të burrave, të grave, të fëmijëve të familjes Jasharit. Përmes përmendjes së dëshmorëve të kësaj familje, ne kujtojmë e nderojmë të rënët për liri anën banë Kosovës, ne kujtojmë e nderojmë të gjithë luftëtarët, por edhe viktimat civile të gjenocidit serbisë. Ndonjëherë na thuhet të mos shikojmë pas, por vetëm përpara, drejt sarmës së përbashkët pajtim. Mirë po, si mund të ketë pajtim pa pranim të fajit,